Fëmia është ai i cili bën pasojat. Çdo mohem dhe çdo vonesë në trajtim i kushton fëmis. Nëse ti si prind e mohon, e di që është shumë e dhëmshme në aspektin e prindve, po paralel me diagnostifikim dhe interpretim diagnozës du të punohet edhe me prind për me pranu. Se nëse tash prindi e mohon edhe vonon trajtimin, kush do ta bën barën, do të pasojat, fëmia është ai i cili bën pasojat. Edhe sigurisht që edhe prind paralel me ata të cilët diagnostifikojnë duhet edhe të punohet me familjen. Nuk mjafton vetëm të punohet vetëm me fëmijën. Do të punohet edhe me prind, me familjen, përgjithësi. Atë sa kemi kapacitet edhe mundësi. Po, për shembull doktoresh, unë që ju një kështu personalisht e di që ju përveç psikiatre jeni edhe terapiste familjare. A ju ndodh kështu kur punoni me prind në aspektin e terapisë familjare, prind me u zbut mas në gradualisht në çështjen e diagnozës, se shumë i tutën kësaj diagnoze? Po normalisht i tutën lirim se është problemi i cili ka me përcjell tani jetën. Edhe sigurisht që kur është në pyetje fëmia, çdo secili prind është i ndihshëm në raport me fëmijën. Nuk mendoj që ka diçka dhimbje më të madhe se sa fëmiu. Dhe sigurisht që nëse ti punon së bashku prapë përsëritje në kontekstin e qasjes familjes, do të jetë më e lehtë edhe pranimi i diagnozës, edhe vujtja e familjes, se sigurisht që ata do të njihen të kuptuar se ka një person ose ka një individ i cili do t'i përkrah edhe është në dispozicionin e tyre, ka shime dhimbjen emocionale që përjetojnë ata.